Prej shumë vitesh tashmë një nga elementet kryesor për sigurinë e pushuesve që vinë në Pogradec është edhe patrullimi i skafit të policisë kufitare. Një patrullim i cili nis me çeljen e sezonit turistik dhe përfundon me mbylljen e tij në fund të muajit gusht. Skafi i policisë kufitare kryen patrullimin e tij kryesisht në zonat ku ka më tepër masivitet pushuesish, në mënyrë që të kontrollojë jo vetëm notarët për të mos u larguar shumë nga bregu, por edhe mjetet motorike të cilat qarkullojnë në ujërat e liçenit. Thoma Pulluqi, i cili është edhe përgjegjësi i stacionit policisë kufitare Pogradec, thot se këtë vit patrullimi ka qenë i rregullt, por në asnjë rast nuk është dashur ndërhyrje e skafit, pasi fatmirësisht kanë munguar rastet e emergjencës. Fakt, duket se është një procedurë e përditshme dhe e përvitshme kjo e patrullimit në liçenin e Pogradecit. Në fakt, prej sa kohë është bërë kjo lloj pune në këtë liçen? Punën në liçen për patrullim të përditshme kemi filluar nga 15 korriku, edhe në vijim çdo ditë. Kurse para datës 15 korrik në ditët e fundjavës të shtunave të dieleve kur ka fluks pushuesish. Kurse nga 15 korriku deri në 20 gusht është e përditshme sepse dhe shërbimet e policisë kalojnë në shërbim të përforcuar për menaxhimin e sezonit turistik. Mjeti del çdo ditë nga ora 12 deri në orën 17 qëndron bën patrullim në drejtim të Shemishit, kthehet dhe pastaj pjesë më të madhe të kohës qëndron bovë në zonën ku është dënësia më e madhe e pushuesve, në zonën e plazhit. Dhe ndërkohë ndërhyn nëse ka mjete me pushues që hyjnë në thellësi, këshillon për t'u kthyer mbrapa, kontrollon mos ketë motoskaf, motora uji, të cilat nuk lejohet të lëvizin në zonën ku janë notuesit ose pushuesit. Në të njëjtën kohë ajo pjesë mbulohet edhe nga patrullat të komisariatit të policisë, po dhe patrullat qarkullimit rrugor në bazë të fluksit të mjeteve që mund të ketë zakonisht fundjavave. Ai që drejton një mjet lundrues duhet të ketë dëshminë e aftësisë sipas fuqisë së mjetit lundrues. Duhet të zbatojë rregullat e sigurisë, të cilat janë të ketë njerëzit të pajisur me salvaxhent sipas llojit të mjetit lundrues që ka sipas përcaktimit bëhet nga regjistri detar shqiptar. Të jetë i sigurt që të gjithë janë ulur në momentin që mjeti lundrues niset. Duhen respektuar distancat për këto, veçanërisht motorat e ujit, sepse janë dhe mjetet me rrezikshmëri më të lartë në liçen. Besoj ky sezon, ju e përmendet edhe pak më parë këtë vit ka qenë i qetë, por detyra juaj vazhdon. Vazhdon deri në çfarë date vazhdon detyra juaj, le themi në mënyrë të përforcuar kur thon fjalës. Përforcuar e kemi deri në datën 20 gusht. Strukturat e policisë shtetit janë në shërbim të përforcuar për menaxhimin e sezonit. Këtë sezon veror janë shënuar 2 viktima në liçenin e Pogradecit deri më tani, por jo në thellësi të ujit, por në breg për shkak se ka qenë arreste kardiake, ndërsa në asnjë rast nuk ka pasur mjete motorike që të qarkullojnë tej normave të lejuara, duke bërë rrezik për jetën e pushuesve. Kjo edhe për shkak të pranisë çdo ditë në liçen të skafit dhe policisë kufitare.